Autoritetet britanike nëpërmjet ambasadës në Tiranë kërkojnë ndihmën e Shqipërisë dhe partnerëve të tjerë europian për arrestimin e Armando Markut, i cili akuzohet për vrasjen e shtetasit Hemaund Ali Hussein. Krimi ndodhur në shtator të vitit 2019 në Hartlepool të Anglisë. Në njoftimin zyrtar, ambasada britanike në Tiranë ka publikuar foton e 26 vjeçare shqiptar dhe reagimin e detektives së policisë së Clevelandit që ka hetuar këtë krim. Do të dyfishojmë përpjekjet tona për të gjetur dhe arrestuar Armando Markun. Hetimet na bëjnë të besojmë se ai e ka lënë Mbretërinë e Bashkuar dhe aktualisht ndodhet jashtë. Ne nuk do të ndalemi dhe do të përdorim të gjitha metodat e disponueshme për ta gjetur. Do ta nxjisja të paraqitet dhe t'i dorëzohet autoriteteve lokale, pasi është vetëm çështje kohe para se policia ta gjejë dhe ta arrestojë. Për vrasjen e 32 vjeçarit Hemaund Ali Hussein është vënë së fundmi në akuzë Sajmir Dodoveci. 40 vjeçari u ndalua në një stacion treni në Bruksel me 23 dhjetor dhe këtij javë u ekstraduan në Mbretërinë e Bashkuar. Për këtë krim janë dënuar me burgim të përjetshëm Eugert Merizaj, i cili po vuan dënimin në Angli. Para 4 vitesh u shpallën fajtor gjithashtu 3 persona. Noza Safari u dënua me 15 vjet burg, Dorian Piria 19 vjet dhe Qazim Marku gjithashtu u dënua me 19 vjet burg. Hemaund Ali Hussein u gjeti vdekur me armëzjarre në një shtëpi të rënuar në Hartlepool më 14 shtator të vitit 2019.